më i rëndësishëm kulturor, Kanye West vjen në Shqipëri, koncert spektakolar në Tiranë me 11 korrik. Raperi amerikan Kanye West do performojë në Tiranë me 11 korrik dhe për këtë koncert madhështor do ndërtohet një stadium i posaçëm me kapacitet prej 60.000 spektatorë. Lajmin e bëri ditur një ditë më parë ministri i turizmit, kulturës dhe sportit Blendi Gonxha, i cili tha se Tirana do bëhet skena e botës ndërsa garantoi një spektakël historik në Shqipëri. Me 11 korrik 2026 Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë One Night Only që pritet ty në histori, një super produksion i standardeve globale, një eksperiencë që shkon përtej një koncerti dhe College Dropout të Donda, një ikon që ka ndryshuar muzikën, modën dhe kulturën botërore, ngjitet në skenën të ndërtuar Enkas. Eagle Stadium me rreth 60.000 spektatorë në Kashar, afër aksit Tiranë-Durrës, është një moment që vendos Shqipërinë në hartën e eventeve të mëdha ndërkombëtare, shkruan Gonxha, raperi amerikan, në një famë botërore Kanye West, që do përfundojë ekskluzivisht në Tiranë me 11 korrik në një nga eventet më të mëdha muzikore që janë paremëruar ndonjëherë në rajon. Struktura është e përkohshme, do vendoset përgjatë autostradës Tiranë-Durrës, rreth 2 kilometra nga qendra e kryeqytetit. Sipas organizatorëve, projekti synon të sjellë eksperiencën unike live, duke kthyer Tiranën në një pikë referimi për evente ndërkombëtare të muzikës dhe kulturës.